Të dashur miq, në vazhdim do të provojmë që të lidhemi me zotrin Bedri Elezi, ekspert i sigurisë, me cilin do të flasim për një temë jashtëzakonisht të ndjeshme, për një moment, unë do të thoja triumfit të dashurisë për njëri tjetrin dhe mbi të gjitha të dashurisë pa kusht të familjes të cilët nuk dorëzohen asnjëherë. Kur them gjithë këtë, dua ta ndërlidh me rastin e vajzës Eva, e cila ka bashkë me vllahun e saj Endrin, kanë bërë Eva Dumanit, pra një vajzë e cila ka kaluar fëmirinë e saj në përkampet e Sirisë bashkë me vëllahun e saj Endri. Ajo ka qenë larg nënës, larg familjes për 12 vjet me radhë. Ajo në fakt është rritur në kampet e Sirisë mes plumbave dhe luftës. Eva ka humbur në këtë vend babain, i cili në fakt i kishte kidnapuar fëmijët ose i kishte vjedhur fëmijët e tij dhe i kishte dërguar në një vend krejtësisht të huaj, në një vend lufte, pra siç ka qenë Siria. Eva së fundmi ka gëzuar, në fakt lajmi për Evën së fundmi ka gëzuar të gjithë ata të cilët mund të kenë dëgjuar për të, sepse kohë më parë ishte vëllau i saj i cili ishte shpëtuar nga këto kampe të qëndrimit në Siri. Dhe pas rënies së pushtetit të Asadit, Eva përfundimisht është kthyer në Shqipëri, është bashkuar me nënën dhe vëllain e saj. Njëri prej njerëzve i cili ka kontribuar më së shumti në krejt këtë të themi mision jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe shumë të veçantë, është zotri Bedri Elezi, të cilin do ta kemi në lidhje pas pak, po besoj regjia veç është duke provuar që ta marr. Ka qenë një, nëse mund të themi, një punë jashtëzakonisht e madhe, kolosale, pritje të gjata dhe çka jo tjetër, të cilat po besoj zotri Elezi do t'i rrofej të gjitha për ne. Përshëndetje i nderuar, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Bedri, unë mundova të tregoj në pika të shkurta çfarë ka ndodhur me Evën dhe vetë fakti që ka kaluar 12 vitet e saj të fëmirisë në Siri, në një vend ku ka pasur lufte, krime, çka jo tjetër, fille vetë me një kohë shoqëruar me babain i cili më pas vdes dhe më pas vetëm me vllahun, është një rrëfim jashtëzakonisht i vështirë për ta dëgjuar dhe nganjëherë duket sikur po sheh një film, por realisht është një realitet të cilin kjo vajzë e ka jetuar dhe përfundimisht ajo është bashkuar këtë fundjavë me nënën dhe vëllahun e saj, të cilin sa kemi informacione është shpëtuar kohë më parë. Mund të dim në detaje çfarë ka ndodhur dhe sa ishte e vështirë si mision, si punë për të bërë? Në fakt, po, vërtet ka qenë një çështje shumë e ndjeshme, paqe dhe rënd, falë angazhimit që ka pasur fillimisht familja e Evës, daja i saj që ta ndërgjonaj, i cili e ka kërkuar më shumë se 12 vite. Evën dhe ka bërë përpjekje të vazhdueshme për ta sjellur në vend, kishte përpjekje edhe të autoriteteve shqiptare, 2 herë radhazi në kamp, por nuk ishin arritur që ta gjenin në vendin ku ajo duhet të ishte dhe kishin dështuar, por që në fakt para ca kohë vllain e saj Endrin e kishin takuar fizikisht, kishin arritur që të kenë edhe kontakt fizik dhe kishin riadresuar në Shqipëri. Ndërsa me Evën kishte qenë situatë komplet ndryshe, por që në fakt kësaj radhe neve kishim sukses dhe fat, sepse ishim ndihmuar nga një familje shqiptare në Turqi dhe një mek sirian, të cilët kishin mundësuar që të bashkëpunonin ngushtë me ne për ta sjellur Evën në Turqi, e cila ka qëndruar dikon mbi një javë deri një javë në Turqi dhe autoritetet shqiptare bashkë me ato turke kanë rregulluar çështën e deportimit të saj, përfshi këtu edhe dokumentet e udhëtimit leje kalimin. Ne, them drejtën, kemi qenë në situatë jashtëzakonisht. Më intereson të di kontakti i parë me Evën, kur ka qenë, sepse po flasim për një vajzë të re që ka qenë e vetme duke qëndruar në kampet e Sirisë, aty ku deri pak kohë më parë ka qenë një luftë e madhe. Në fakt jemi të sinqert, komunikimi me Evën ka qenë komunikimi telefonik përmes rrjetit të internetit, përmes WhatsApp ka qenë vazhdueshëm. Dhe sidomos daja i saj permanent ka pas kontakt, vetëm kur ka pasur probleme me internetin, sepse atje janë shfrytzuar mënyra të ndryshme të lidhjes në internet. Padyshim që këto aplikacionet kanë qenë vetëm një mundësi pasi që të ketë qasje në internet. Ne kemi kontaktuar me Evën derisa ishte në kamp, kishim një përpjekje para disa muaj, 2 muaj apo 3 muaj, për ta riadresuar, por në fakt nuk e arritëm dhe kur situata ndryshoi atje, autoritetet siriane kishin
një angazhim ushtarak në zonat ku ishin të kontrolluar nga Kurtit, ku edhe kampi Al-Hol ishte aty, dhe pas asaj situate të e cila ishte e rënduar, disa gra fëmijë ishin larguar nga kampi. Në këtë rast Eva së bashku me disa gra ishte nisur në drejtim të shkretirës dhe diku pas 4 orësh rrugë, ato kishin arritur në një fshat nga ku edhe kishin kërkuar ndihmë. Disa qytetarë sirianë i kanë ndihmuar ata deri në një qytet cila quhet Salkin, është një qytet afër kufirit me Turqinë. Aty ka qëndruar për 2 apo 3 ditë derisa neve kemi arritur që të kërkojmë komunikime, kontakte për të sjell atë brenda territorit të Turqisë. Brenda mund të themi një periudhë mund të themi një pasdite, nga mesi ditës e deri diku në ora 12 e natës, ka qenë gjithë operacioni që ka qenë kuptohet në mënyrë shumë të fshehtë për ta futur brenda territorit të Turqisë. Sa ka qenë rrezikshëm krejt ky operacion, zotre Elezi, sa ka qenë sfidues, sepse po flasim, po thoni ka qenë i fshehtë, që na lëmë në kuptu që ka pas rreziqe të mëdha. Shumë sfidues, sepse në atë momente nuk i kishim, mund të themi, mbështetjen e autoriteteve siriane, edhe pse autoritetet turke kishin ndoshta një komunikim me autoritetet shqiptare, nuk dinje gjë të tillë, por që zoti Ndërgjona kishte informuar në vazhdimsi autoritetet shqiptare në lidhje me veprimet tona që neve kishim bërë. Ishte shumë e vështirë, një situatë mjaft e vështirë, duke pas parasysh atë kufi që është fillimisht një kufi që mund të themi ndër më të kontrolluarit në rajon, dhe duke pas faktin parasysh se autoritetet siriane nuk kishin gatishmëri për ta ndihmuar Evën që të kaloj në territorin e Turqisë, dhe është dashur që të përdoren lidhje të tjera duke përdorur, domethënë, persona me ndikim për të kaluar kufirin e Turqisë për të qenë më pas brenda territorit të Turqisë. Tani, më trego diçka, Eva gjatë kohës që ka qëndruar në kampe, ka pas, nëse mund të flasim kështu, si akaunt, si llogarit vetën, WhatsAppin, apo ka shfrytzuar të tjerëve? E kem këtë informacion? Jo. Ka pas llogarinë e saj në WhatsApp, ka pas në vazhdimsi të njëjtin numër, vetëm ka pas problem, siç thash edhe më parë, internetin, doja është kujdesur në vazhdimsi që të sigurohet që ajo të ketë komunikim. Është ndoshta njëri ndër fëmijët e të pakt ose të vetëm që ka pasur një daj sikurse Gjetani, i cili e ka mbështetur në vazhdimsi, dhe asaj ka funksionu, mund të themi, në shumicën e kohës WhatsAppi, ku edhe neve kemi arritur të komunikojmë. Ajo që duhet të përmend është një fakt se Enita është një vajzë shumë inteligjente dhe ka arritur me sukses të realizoj të gjitha, mund të themi, rekomandimet që janë bërë. Zotre Elezi, krejt këto veprime Eva i ka bërë në fshehtësi, pra, pa pasur mundësi të sa din të tjerët, sepse po ta dinin do të rrezikohej, apo jo? Në asë një mënyrë, në fakt duhet të tregoj një moment që Eva ka treguar, ka qenë vetëm një shoqe ngushtë e saj, e cila e ka ditur që Eva do të shkoj për të qëndruar të një familjar i tyre diku dhe mund të vonohet brenda një kohë të caktuar, se në të kundërtën nëse do të kuptohej që ajo po lëvizte, do të rrezikohej. Thjesht jeta dhe vdekja, apo mund të themi mes jetës dhe vdekjes, Evën e ka ndarë një fat sa një fije flokut, sepse vërtet ishte ekspozuar për një status shumë të rrezikshme, por ajo kishte koordinimin të vazhdueshëm dhe kishte mbajtur në fshehtësi të plot komunikimin me ne. Çfarë tjetër tregon Eva për jetën që bëi në këtë kamp? Përderisa po thua që është dashur të lajmërohet, na lëmë në kuptu që ata kanë qenë në vëzhgim strikt të personave që janë, si themi, kanë bajtur ose kanë krijuar këtë kamp atje. Çka rrethon tjetër? Shumë raste Eva, kur ka komunikuar me familjarët e saj, ka komunikuar ndryshe krahas asaj që ka dashur të komunikojë për shkak monitorimit që u ka bërë nga persona të tjerë. Ka qenë një situatë shumë e rëndë, ata janë ushqyer një herë në 2 ditë, apo një herë në 3 ditë, ka pasur rast edhe një javë nuk janë ushqyer, nuk po flasni për çështjet minimale që duhet të ketë një njeri, janë sfiduar fizikisht në vazhdimsi, thjesht
janë tregime të mërshme që ndoshta vështirë është kush që ti nxjerr nga fjalori i tij saj ato për cilat neve kemi dëgjuar në gjithë këtë historie. Një javë vujtje e madhe ka qenë derisa neve kemi sjell Evën brenda territorit të Turqisë. Besoni që kanë qenë momente ankthi, momente jashtëzakonisht vështira sepse riadresimi një grua 20 vjeçare brenda territorit të Turqisë në formën të cilën ne e kemi ndjekur është shumë i vështirë sepse atje gratë kanë në Siri shumë vështirë që të lëvizin dhe zakonisht gratë të tillë siç në moshën e Evës mund të jenë objekt i martesave me pagesë dhe mund të jenë gjithmonë një kartë e mirë për të përfituar materialisht nga grupet caktuar. Po flasim për një periudhë 12 vjeçare. Eva më tha tani ka 20 vjet, që po i bie diku rreth 8 vjet ka qenë kur ajo ka shkuar në Siri bashkë me babain dhe vëllain. Ajo ka qenë vetëm dikon rreth 8 vjeç, ka qenë mbi 7 vjeç kur ka shkuar atje. Po, më thuaj, e din gjuhën shqipe, e ka harruar shqipen Eva? Flet shqipe ende? Jo, kjo është shumë interesante. Eva në fletë dhe shkruan shumë mirë shqip, në fakt nuk e ka harruar, gjithashtu fletë shumë mirë arabisht. Si pasaj, qëndrimi më i madh i saj ka qenë me të huaj dhe kryesisht kanë qenë shteteve që flasin në gjuhën arabe, por që njëta e ka ruajtur gjuhën edhe fal komunikimit që e ka pasur në vazhdimsi me familjarët e saj. A ka folë në gjuhën shqipe, do të thotë, në këto komunikimet në WhatsApp ajo gjithmonë ka folë në shqip? Gjithmonë ka folë shqip dhe në asnjë mënyrë nuk ka ndonjë shenjë që të ketë harruar gjëra të ndryshme sa i përket gjuhës shqipe. Ajo që më vjen ndërmend kur e kam pyetur derisa ishim bashkë për çështën e gjuhës, më thotë se vështirësia e saj e vetme është se duhet të mendoj arabisht dhe më pas të flasë shqip, përndryshe nuk e kam hasur as edhe një fjalë të vetmen që ajo e ka folur në gjuhën arabe, të gjitha në gjuhën shqipe. Po që duhet përmend është një fakt shumë interesant në lidhje me jetën që janë sfiduar para se ajo të shkojë në kamp. Ajo ishte, kuptohet, për një periudhë caktuar, dikun 4 vjet, ishte në zonat ku e kishte lënë babai i saj, që në fakt ishte në zona lufte, dhe ishte rrezikuar seriozisht ajo dhe vllai i saj, derisa ishte konsideruar që ishte shkatruar dhe se një numër i madh i familjarëve të cilët kishin qëndruar në zonat ku kontrollojnë nga ISIS ishin dërguar në kampin Hol. Kampi Hol ka qenë sa kohë kanë qëndru bashkë me vllaun Eva, sa kohë kanë qëndru bashkë, apo kanë qenë bashkë deri momentin kur Endrin keni arrit me shpëtu? Në fakt, Endrin e kanë riadrecuar autoritetet e Shqipërisë, kanë qenë forcat shtetërore, policore të cilët e kanë riadrecuar Endrin, për dallim. Po dëgjojmë? Po të dëgjojmë shumë mirë. Si duket zotë Elezi ka një tjetër thirrje, po të dëgjojmë. Endrin e kanë riadrecuar, po. Endrin e kanë riadrecuar forcat e Shqipërisë, derisa e njëjta nuk ka ndodhur edhe me Evën. Eva thjesht është mbështetur vetëm nga daja i saj Xhetoni dhe neve të cilët kemi qenë afër Xhetonit. Zotë Elezi, Eva ka kriju edhe një prej asaj që arrita të mësoj. Eva ka pasur edhe një regjistër të grave të tjera që janë nga Shqipëria, që janë në kampet e Sirisë, më saktësisht në këtë kampin Al-Hol që po e përmendim ku ajo ka qëndruar kaq gjatë. Sipas këtyre informatave që Eva në fakt ka dhënë, thotë se janë 22 gra e fëmijë dhe diku rreth 8 burra, të cilët vazhdojnë të jenë pjesë ose të qëndrojnë në këto kampe të Sirisë. Ne kemi një ndërprerje të vogël të kësaj lidhje me zotrin Elezi, nuk e di nëse do të mund ta marrim, pra po flasim për rastin e vajzës Eva Dumani, e cila diku rreth moshës 8 vjeçare është rëmbyer nga Jati bashkë me të vëllain dhe është dërguar në Siri atëherë kur atje kishte luftë. Babai vdes dhe Eva bashkë me të vllaun mbeti në mëshirë të fatit dhe në mëshirë të atyre të cilët, siç e tha edhe zotri Elezi, i ushqenin një herë në 2-3 ditë ose një herë në javë.
dhe ato po flasim për ushqime bazike. Ajo ka pas një jetë shumë të vështirë atje, por që ka arritur që të kontaktoj me dajën e saj, zotrin Ngjetan Dërgjone, i cili në vazhdimsi ka komunikuar me të në WhatsApp, dhe në fakt kjo mënyrë e komunikimit është ajo fija e cila e ka mbajtur të lidhur me familjen dhe shpresën që një ditë do të largohet nga ky kamp. Pra po flasim për kampin Al Hol, i cili është një vend në cilin Eva ka parë të merë me sy dhe ka përjetuar shumë gjëra. Zotri Elezi, kemi përsëri në lidhje, kuptoj që keni shumë telefonata, por kemi dhe ca pyetje për të bërë dhe nuk mund të mos flasim për to. Pra, Eva qëndron e vetë me gjithë atë periudhë, 12 vjetë, duke sikur e ka ndërmend që të flasim patjetër me zotrin Elez, duke e lënë që të na lajmërohet. Mirë, të presim pak sekonda derisa ta kemi përsëri lidhjen. Kështu e kanë lidhjen me Viber, din të na interferojnë lidhje të tjera, telefonata të tjera. Të shohim nëse do të mund ta kemi. Pra po flasim për një rast jashtëzakonisht interesant, për një mision i cili ndoshta po të bëj film, do të ishte diçka e jashtëzakonshme për ta parë. Për fat të keq në Siri vazhdon të ketë ende gra, fëmijë dhe burra shqiptar nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, të cilët janë atje. Mund të mos kemi shifra të sakta, numra të sakta personave që janë atje, por Eva thuhet që ka bërë një, nëse mund të themi, një listë ku thot se ka 22 gra e fëmijë, si dhe janë 8 burra të cilët vazhdojnë me qenë pjesë e kampit. Një pjesë e tyre duket sikur nuk dëshirojnë që të kthehen në Shqipëri, por edhe ata të cilët dëshirojnë që të kthehen e kanë pamundur që të tregojnë këtë për shkak se këto kampe ka një mbikëqyrje strikte, dhe momenti kur Eva pranon që të largohet, e thot edhe zotri Elezi, ajo gënjen se po shkon të vizitoj dikën, dhe këtë gënjeshtër ajo e shfrytëzon për të kaluar 4 orë rrugë në përshkretir për të vendosur në një fshat tjetër dhe më pas për të kaluar në një qytet afër Turqisë, prej ku edhe mundësohet që të bëhet shpëtimi i saj. Zotri Elezi, do doja që të vazhdojmë edhe më tej aty ku mbetëm rreth asaj çfarë Eva ka përjetuar në këto kampe dhe rreth faktit që ajo thuhet, të paktën sa unë arrita të lexoj, ajo ka një listë që na flet për burra, gra dhe fëmijë shqiptar të tjerë të cilët kanë mbetur në këtë kamp ku ajo ka qëndruar për kaq gjatë. Në fakt, Eva, derisa do të sqaroj këtë se është me interes, derisa ishte në zonat të cilat kontrollonin nga ISIS, padyshim që ishte në moshë të njohur dhe ishte ndoshta fëmijë që nuk ishte në rrezik për ta martuar, mund të themi, si që ka ndodhur me personat të cilët kanë qenë gra dhe kanë qenë në ISIS, dhe ndoshta kjo ka qenë fati më i mirë në fatkeqësinë e saj që e njëjta ka shkuar në kamp, dhe në kamp nuk ka pas burra, kanë qenë vetëm gra dhe fëmijë, dhe nga kjo sfidë mund të themi ka qenë ka pas një mundësi që mos të jetë subjekti personave për një martesë të detyruar. Në kamp, siç dihet, në brenda kampit nuk ka pasur një angazhim të drejt për drejt të forcave kurdistane për ta kontrollu situatën atje, por që kanë qenë vetëm banorët e kampit, që kanë qenë gra, kryesisht që kanë rregulluar, mund të themi, rendin brenda kampit. I ka mbikëqyr dikush këto gra, i ka kontrollu dikush këto gra, se ne tham që ajo ka gënyer që po largohet nga kampi për t'i bërë një vizitë dikujt tjetër. Kënde ka gënyer, si ka qenë kjo? Në fakt jemi gabim këtu, sepse kur e kemi riadhësu nuk ishte në kamp, ajo kishte ardhur në Salkin, dhe aty ishin në një shtëpi. Kur u largua nga aty, nga kampi kur u largua? Kur është larguar nga kampi, aty ka qenë një katastrofë, sepse forcat siriane e kanë sulmuar domosdoshmë zonën ku ishte në kontroll të sirianëve, në atë kohë janë larguar forcat siriane të Kurdistanit, të cilat e kontrollonin zonën ku ishte edhe kampi Hol, dhe në atë moment mund të them që ishte një situatë ku shumë njerëz, e keni parë edhe video që janë postuar në rrjetet sociale, ishin larguar nga kampet, përfshitur edhe me një grup që nga aty kishte udhëtuar për 4 orë, siç e tregova edhe mbi 4 orë në shkretir.
thjesht në ato situata ka qenë bashkë me disa gra me të cilat ka qëndru në fakt edhe në kamp dhe se kanë qenë në një sfidë përbashkët dhe nuk është se kanë qenë në një situatë ku ndoshta sikur se më parë ajo nuk ka mundur të lëvizë sepse është mbajtur një farë forme rrëmbyer nga gra që janë konsideruar si udhëheqëse, se ka pasur një lloj hierarkie edhe brenda kampit. Por kur ka ardhur në Salkin, kur ajo është vendosur në Salkin, në qytetin afër me Turqinë, ka qenë një rrethon ndryshe sepse ka qenë një zonë ku sado kudo ka një siguri, ka një rregullim, mund të themi trendit publik aty, dhe njëta është vendosur në një shtëpi apo janë vendosur në disa shtëpi bashkë me gra të tjera. Dhe ka qenë një moment ku aty ka pas shqiptar dhe njëta vetëm një shoqë s'ka mund të i thot, ajo ka qenë e nacionalitetit jo shqiptar, sepse kanë besuar që ka shqiptar aty dhe po shkon tek një familjar dhe do të kthehet shpejt. Kjo ka qenë ajo mundësia që ajo e ka shfrytzuar dhe ka qenë një çështje inteligjente nga ana e saj për vepruar. Prej bisedave që kemi bërë dhe në të kaluarën, kujtoj që ka shqiptar të tjerë të cilët jetojnë, vazhdojnë të jenë në Siri dhe një pjesë e tyre refuzojnë që të kthehen. Është kjo e vërtet? Qëndron ende? Në fakt jo, ne kemi shqiptarë të cilët nuk kanë qenë pjesë e ISIS-it, kanë qenë pjesë e forcave tjera që kanë luftuar kundër Asadit, e që në fakt në vazhdimsi dëshirojnë me u riadhësu, por që nuk ka pas të paktën një iniciativë nga autoritetet e Republikës Kosovës apo shqiptare për të riadhësu ata. Edhe sot, shumica e grave dhe fëmijëve janë në zonën e Idlibit, dhe janë në shtëpi të ndryshme ku ka një farë lloj mbështetje që i vjen nga autoritetet siriane, e që në fakt ata kanë shumë interesim për të riadhësuar dhe shpresoj që do të kemi një iniciativë në qoftë nga Shqipëria apo nga Kosova, nga qeveritë respektive. Konkret të grave dhe fëmijëve nga Kosova të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në këto shtëpi dhe në pritje të një riadhësimi të tyre, kemi informacione? Nuk mund të themi një numër të parafërt, por unë besoj që edhe Shqipëria dhe Kosova mund të ketë rreth 100 persona, gra dhe fëmijë, të cilët janë aktualisht në zonat në fjalë. Ajo që duhet të përmend është se tani më në kampin Hol nuk ka asnjë shqiptar. Ky kamp është pothuajse është zbrazur dhe se të gjithë shqiptarët qofshin të Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, vendeve tjera janë vendosur në zonën e Idlibit dhe janë mund të themi në një mbështetje që vjen nga autoritetet siriane të qeverisë së fundit, qeverisë Shara. Zotri Elezi, një pyetje të fundit sepse e di që ka pafund pyetje për të bërë rreth krejt këtij rasti, rreth krejt kësaj historie të Evës, jashtëzakonisht e veçantë, shumë interesante dhe e thashë edhe më parë, do të mund të bëjë një film i jashtëzakonshëm me rrëfimin e saj. Më intereson të di takimin e parë që keni pas me Evën, cila ka qenë fjala e parë që ju ka thënë dhe sa do ta ketë vështirë adaptimin në jetën krejtësisht tjetër në Shqipëri. Ka frikë nga kjo? Fjala e parë që ajo ka thonë, a do të shkoj, a do të arrijë që të takoj dajën tem Gjetonin, i cili më kërkon dhe më pras që këtë, domethënë, shqetësimi i saj vazhdueshëm ka qenë nëse ajo do të arrijë në destinacionin e fundit. Dhe mund të them ajo që ka thënë e para fjalë pas asaj që a do të arrijë ka qenë se a mund të ndihmoj edhe shoqen e saj të ngushtë për të riadhësuar. Ka qenë një kërkesë e saj. Pastaj ka treguar se ajo ne kemi tentuar që t'i japim për të ushqyer, ajo ka treguar se hal shumë pak, shumë rrallë dhe nuk është mësuar me gjërat për cilat është ballafaquar. Një moment ka qenë interesant derisa daja i saj i sjelli lule, ka qenë një rast shumë emocionues, nuk ishte pas asnjëherë nuk ishte pa në jetën saj të sjell dikush lule, nuk ishte mësuar me ato fjalët e mira që i dëgjonte nga ne. Ajo befasoi se si është e mundur të flasim fjalë të buta, të ëmbla, sepse në vazhdimsi ishte mësuar të merrte urdhra dhe vetëm fjalë të vështira, fjalë të cilat mund të themi kanë qenë urdhërore. Momenti kur i ka dhënë daja asaj lulet ka qenë një moment që është vështirë me përshkru dhe është vështirë me gjetë në fjalorin ton fjalë që zavendësojnë se si është ndje dhe nuk ishte mësuar as edhe një herë ti thot dikush një fjalë apo ti sjell lule që nuk vjen as edhe në shprehje. Zotri Elezi, e thash prap, e thash më parë, po e them prap, ka shumë për të folë për këtë rast, por në këta minuta që kishim, të falenderoj shumë për krejt këto informacione dhe për këtë histori të jashtëzakonshme që ndave me ne. Unë du të uroj edhe të besoj që gjitha ata fëmijë e gra shqiptare që vazhdojnë të jenë në Siri të kenë mundësi që një ditë të kthehen te familjet e tyre. Edhe Gjetoni, edhe Eva dëshironin që asnjëherë mos shkputen nga përqafimi që e kishin të parë. Ishte një situatë ku befasisht nuk arrinin që
të ngopshëm nga ajo mund të themi mallëngjimi që kishin dhe janë momente që s'kisha dashur të shoh edhe në jetën time. Të falenderoj shumë për gjitha informacionet dhe gatishmërinë tënde që gjithmonë të lidhesh me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit.